Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka rënë një thirrje me video nga dy komedianë rus 2 ditë pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë. Dy humoristët rus, Vladimir Kuznetsov dhe Aleksej Stolyarov, të njohur si Vovan dhe Lexus, publikuan në platformën Rumble një video të bisedës me kryeministrin Albin Kurti, duke pretenduar se po flisnin në emër të presidentit të Letonisë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu tha se ky incident ndodhi më 11 shkurt dhe arsyetoi rënien e kryeministrit pre të mashtrimit, duke thënë si gjatë asaj kohe Kurti po merrte telefonata të shumta urimi, pasi partia e tij lëvizja vetëvendosje duri e para në zgjedhje me rreth 42% të votave. Për shkak të kohës, jo gjithmonë ishte e mundur të kryeshin verifikimet e plota të çdo telefonate. Ky incident, fatkeq, përfaqëson atë që kemi ditur prej kohësh. Rusia është e fiksuar pas Kosovës dhe vazhdon të ketë sak vendin ton. Gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit, Sputnik, Serbia dhe Russia Today publikuan mbi 60 lajme të rreme dhe artikuj dezinformues, duke ndërhyrë në procesin ton demokratik, siç dokumentohet nga misioni i BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve, thuhet në deklaratën e zyrës së kryeministrit. Ky incident mori vëmendje publike dje, ndërsa ngjalli reagime të shumta, madje u tha se raste të tilla mund të cënojnë edhe sigurinë kombëtare. Eksperti i çështjeve të sigurisë Drizan Shala, në një prononcim për gazetën Bota Sot, ka deklaruar se dy humoristët rus kanë përdorur një taktik të njohur të luftrave hibride, ku përmes humorit, intervistave të rreme dhe manipulimeve mediatike mund të krijojnë një ndikim të dëmshëm. Incidenti i kryeministrit Albin Kurti me komedianët rus ka të bëjë me një situatë që ka nxitur shqetësime lidhur me sigurinë kombëtare dhe ndërhyrjen e mundshme të aktorëve të huaj në çështjet e brendshme të Kosovës. Komedianët rus, të cilët në fakt ishin pjesë e një grupi që ka lidhje me shërbimet të inteligjencës ruse, kanë përdorur një taktik të njohur të luftrave hibride, ku përmes humorit, intervistave të rreme, manipulimeve mediatike, mund të krijojnë një ndikim të dëmshëm dhe të fuqizojnë ndikimet e jashtme në një vend të caktuar, ka thënë Shala. Sipas Shalës, ky incident tregon edhe një cënim të mundshëm të sigurisë kombëtare, duke krijuar konfuzion dhe duke përhapur dezinformata që çojnë në rritje të tensioneve. Në lidhje me pyetjen tuaj për sigurinë kombëtare, ky incident tregon për një cënim të mundshëm të saj, pasi ka potencialin të krijojë konfuzion dhe të përhap dezinformata. Po ashtu, kjo mund të kontribuojë në rritjen e tensioneve dhe destabilizimin e situatës politike brenda vendit. Ky është një shembull i përpjekjeve për të përdorur mjete të papërshkrueshme për të krijuar pasiguri dhe për të minuar besimin e qytetarëve ndaj institucioneve shtetërore, ka nënvizuar Shala. Sipas ekspertit të sigurisë, lidhja me luftën hibride është shumë e drejtpërdrejtë. Lufta hibride përfshirë përdorimin e dezinformatave dhe veprimeve të fshehta nga shtetet të caktuara, në këtë rast Rusia, është një nga metodat më të përdorura për të shkaktuar destabilizim në rajon që janë të ndjeshme. Këto veprime mund të përfshijnë manipulimin e opinionit publik, përdorimin e propagandës dhe mbështetje për grupe që mund të shkaktojnë tensione dhe përçarje brenda një shoqërie, ka potencuar ai. Në lidhje me masat që duhet merren, sipas Shalës, këtu përfshihet një angazhim i shtuar nga ana e institucioneve të sigurisë dhe inteligjencës për të monitoruar dhe ndaluar këto aktivitete. Po ashtu është e nevojshme që bashkëpunimi më i ngushtë me partnerët ndërkombëtar për të zbuluar dhe për ndaluar këto lloj aktivitetesh. Një nga hapat që mund të ndërmerren është forcimi i legjislacionit në lidhje me përdorimin e internetit dhe mediave sociale dhe rritja kapaciteteve të shtetit për të analizuar këto kërcënime në mënyrë që të veprohet sa më shpejt dhe efektivisht. Pra, në fund, mund të konkludojmë se sensibilizimi i qytetarëve të edukimi për të identifikuar dezinformatat dhe ndikimin e mundshëm të agjentëve të huaj është një komponent shumë i rëndësishëm i mbrojtjes në këto kërcënime, ka përfunduar eksperti i sigurisë Drizan Shala.